nuk e mban dot gjatë mbyllur, sepse janë të gjithë produktet e huaja që vinë edhe gjen tregun e zbrazët, dhe për ta rindezur një industri, një fabrik, kostoja shumë e lartë. Po e mbylle, rihapja është jashtëzakonisht e kushtueshme, që do të thotë, ai që ta themi shkurt, domethënë, ai është përballë pozitës falimentimit. Dhe kur flasim për një fabrik të konsoliduar në vite, imagjinohet çfarë ndodh për bujqësinë, për fermerin. Imagjinohet çfarë ndodh për një industri tjetër. Imagjino pastaj se çfarë ndërpret ti iniciativat, nismat që mund ta ketë menduar, ai ka përgatitur një X investitor, ka bërë planin e biznesit, ka marrë dhe atë vendimin e tij për të investuar në zonë, ai që në këtë moment kur shikon gjithë këta tregues që rënohen, ai të rriqet me njëherë. Pra, Shqipëria është në pozitën më delikate të mundshme edhe pa krizën e naftës. Pra, edhe theksoj edhe një herë, dhe këtë më dëgjoni me seriozitet. Edhe pa krizën e sotme të naftës, Shqipëria nga pikpamja ekonomike ka qenë në kushtet e skemave piramidale të 96-s. Në qoftë se sistemi dhe pushteti i 97-s i atërshëm ra nga rënja e piramidave mashtruese, që dim gjithë, atora. E kemi jetuar, po. Ti rrezikon seriozisht, rrezikon pa krizën e naftës, ti rrezikon nga rënja e piramidave të parave të zeza, të cilat sot janë kthyer në oksigjenimin, ose më saktë oksigjenimin, por të ka kthyer në një zombi që ti nuk merr frymë me oksigjen, por merr frymë me dioksid karboni, në shumicë dërmuese nga pikërisht nga këto para të sektor të informale. Me burime pastaj që gjithë e dim se si janë. Pa krizën e karburanteve. Është si të thuash që ti nuk prodhon oksigjen për të jetuar me mushkëritë e tuaja, po ti je në një tubacion oksigjeni, i intubuar me oksigjen që ty të vjen pikërisht nga sjellja e parave informale nga shtetet e tjera tek ty, me këto paratë informale që ta shumë. Pra thelbi ky është. Pra edhe pa këtë problem siç është kriza e naftës, ne jemi në krizë. Ti ishe në pikë jashtëzakonisht kritike. Dhe këtë e tregon më qartë nga të gjitha prania e SPAK-ut në Shqipëri. Po e them edhe një herë tjetër, që SPAK-u nuk është vullnet politik i vendimarrjes politike shqiptare. Edhe pse u votua nga politika për të ngritur? U ngritur me forcë duart. Është vendimarrje e qartë e partnerëve tanë ndërkombëtar. Kujt partner? Bashkimet Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në radhë të parë Bashkimet Evropian, të cilët e kanë si test të padiskutueshëm që të gjitha vendet të cilat kalojnë në procesin e integrimit do kaloshin në testin e reformës së drejtësisë. Dhe ata e ngritën SPAK-un dhe gjithë reformën drejtësi në fakt, pikërisht për këtë arsye, për të kontrolluar paratë e krimit, të cilët merrnin paratë dhe marrin paratë nga shtetet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, me Gjermani, Francë, Itali, etj, dhe i sillnin këtu, i zbarkonin këtu. Duke kthyer Shqipërinë praktikisht në ishullin e thesarit të piratëve të Karajibeve. Kjo ka qenë historia atëherë. E di si mori fund historia e piratëve të Karajibeve? Njerë pse u zhvillua. E kam lexuar, po e kam marruar. Jo ta them me dy fjalë. Ato ishin vende të paqeverisura. Ishin ishuj të shkret. Doli ari dhe argjendi i Amerikës që u zbulua, ishte me shumicë, sillshin anijet nga Amerika në Europë, dhe ata sulmonin anijet, dhe i merrnin dhe i vendosin në këta ishuj që ishin të paqeverisur. Kur kjo u bë e rëndë si situatë, atëherë Britania e Madhe mori vendimin që do futej te këta ishuj pikërisht për t'i hequr bazën e ankorimit të thesareve. Në momentin që ata u vendosën ushtarakisht në këto ishuj, pra i administruan këta ishuj, mori fund historia e piratëve të Karajibeve. S'kishin ku i fshihin. S'kishin ku i çonin. Pra domethënë, kjo ishte situata pa krizën e karburanteve. SPAK-u neve do na ndihmoj të nuk do na ndihmojnë ne, edhe një herë hiqeni nga mendja këtë. Se pra, ju thatë që erdhi këtu që të tregoj
Edhe herë. Ku fshihen këto parat, si vinin këto parat, të mos ruhen më këtu këto parat, të mos vinë më, pra të shpëtojmë nga parat e pista. Shiko, edhe njerë. Spaku, po e theksoj edhe njerë tjetër, Spaku nuk është produkt i vendimares politike shqiptare. E kuptova. Vendimare politike shqiptare ka ngritur duart me detyrim. Votat me detyrim, të gjithë pa përjashtim. Të gjithë pa përjashtim. Pa përjashtim, të gjithë. Të gjithë dhe kryeministri mori SMS-at. Pa përjashtim. Dhe erdhi Spaku këtu për të kontrolluar këtë territor, i cili ishte i pa kontrollueshëm për ata, për interesin atyre. Dhe natyrisht që ne përfitojmë, por ne përfitojmë në afat gjatë. Por ne do të përfitojmë pasi të kalojmë të krizë, sepse në momenti kur ti je duke marrë frymë me këtë tub të intubuar të këtyre parave të cilat vinë, në momenti që ndërpritet, ti do kalosh në krizë. Po mi pra, atër këta do në ndimojnë që të mbjetojnë, besoj, se tani përderi sa erdhën, të na e presin... Në qoftë se ti nuk e kaluar fillimisht në vdekje klinike. Pra ndaj kjo është, po vdekja klinike në të rrasë është kriza, që po themun. Ja, ka një ndërhyrje, zotit Deliu, po? Pa tjetër që bje dakord për punën e Spakut me zotin Borxhuku, por unë desha të sqaroj vetëm diçka, për sa i përket asaj që tha zoti Borxhuku për paratë e pista apo problematikave të ndryshme për shkak edhe të krijimit të strukture speciale. Në fakt, struktura speciale po bën një punë shumë të mirë për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar, por unë dua të them gjatë kohës time si deputet në parlament për 4 vite, realisht Shqipëria ka forcuar mekanizmat për kontrollin e paras pisët apo për krimin organizuar, ndërkohë që ne kemi ndryshuar një ligj dhe sipas rekomandimeve të Manevali dhe realisht kemi qenë në zonën gri, por jemi hequr, pra zona gri nënkupton një kontroll më të thellur për sa i përket bankave të nivelit dytë, exchange-eve të ndryshme apo transakcione financiare që vinë nga rrugë të dyshimta dhe realisht fakti që ato institucione ndërkombëtare e kanë hequr Shqipërinë nga zona gri, pra një zonë që realisht kërkon një monitorim më të thelluar, Shqipëria është tregues i luftës që ka bërë Shqipëria, thoni. Në këtë drejtim. Zoti Borxhuku? Ja, nuk e vazhdoj apo Okej. Zoti Meçollari tani, nga sa u dëgjua këtu, se unë sa herë që dëgjoj zotin Borxhuku, në fund shokohem për atë që më pret nesër në vendin tim. I bie tani do përfundoj kjo lufta, po se edhe po të përfundoj kjo lufta, ne ndërkohë që kemi në krizë. Po të vazhdoj kjo lufta, ne na thellohet kriza. Përpara se të vemi aty, vemi tek fjala që tha kryeministri që do ndërhy kur të vejë çmimi 2020. Po. 2020 do të thotë 30% rritje të çmimit karburanti. Domethënë kryeministri thotë, deri në 30% të rritjes të çmimit, koston do ta mbaj konsumatori. Po. Kur të kaloj 30%, do shikojmë çfarë do mbaj dhe shteti. Pra, kështu është zoti Borxhuku. Sepse në fakt rritja e çmimit i rrit të ardhurat qeverisë për shkak të taksave dhe tarifave. Pra, qeveria e delefituar. Le të themi biznesi ruan të njëjtin marsh fitimi, atëre kush e mban koston e rritjes së çmimit? E mban konsumatori, që do t'i pasqyrohet në çmimin e çdo produkti që do t'i vi. Pra, në qoftë se të gjithë kryeministrët e tjerë, të gjitha qeveritë e tjerë ndërhyjnë që ditën e parë, që kur filloi rritja e çmimit. Po ata e kishin rritjen më të lartë se ne, apo njësoj? Njësoj, pse ne çfarë ndryshimi kemi që kemi, se thot ministri i financave. Po se di ne jemi gjithmonë me çmime më të larta se tjerët, ne çmimet i kemi më të larta se rajoni ose bota e Europa. I infrastrukturës deklaroi rrugët e naftës së Shqipërisë nuk kalojnë nga Ormuzi, ne e marrim në Greqi, po në Greqi vetë nga Ormuzi, kalojnë nga Ormuzi dhe në Greqi. Nuk prodhon Greqia. Pra, që do të thotë dhe rrugët e naftës sonë kalojnë nga Ormuzi, nuk kalojnë si që thotë ministri. Por thelbi kryeministrit është kjo, që a i flet për kohën e ardhme. Kur të vej 2020, kur populli dhe në 30% të rritjes çmimit koston ose barën të mbaj konsumatori, kur të kaloj 30% rritje të çmimit karburantit, do shikojmë se çfarë bare do të mbaj shteti, qeveria, më saktë. Pra kjo është. Por çështja e luftës është një çështje. Shiko, kjo luftë ndoshta ka shkaktuar krizën më të madhe energjetike deri tani. Ka pasur dhe 2 luftra të tjera ose 3 në gjirin persik,
që është konflikti Iran-Irak, që është lufta e parë e Gjirit dhe lufta e dytë e Gjirit, ose e Kuvajtit dhe Irakut. Po ndoshta kjo do t'jetë ndoshta do të ketë impaktin më të madh, sepse vendet e përfshira janë shumë më tepër se sa vendet e përfshira më